to say I was lonely. Now you're my ex to say I was lonely. Mr. Lawless. Përshëndetje, unë jam Beatrika dhe këto janë 10 përgjigjet e mia për Yellow Talks. Çfarë të shtyu ta për shkollën tënde të programimit? Pasion, zhgënjem apo të dyja bashkë? Sinqerisht të dyja bashkë. Pasionin për teknologjinë e kam pasur një kohë kaq gjatë, po u kanë edhe një farë lloj zhgënimi që shihet programimi këtu, si diçka për djamt. Edhe ideja ka qenë që fokusi i kodit mos jetë vetëm në pjesën teknike, po të fokusohemi edhe te pjesa pedagogjike, domethënë në mënyrën si përcillen informacionet ose njohuritë. Sepse mendoj që është shumë e rëndësishme mënyra e prezantimit të informacioneve, mos më pa teknologjia vetë si mjet teknik, po edhe si mjet për zhvillim të logjikës, kreativitetit, mendimit kritik, domethënë edhe në pjesën e vetë zhvillimit me ndiku pozitivisht tek fëmijët. A ke pasur ndonjëherë ndjesinë që nuk i përkisje botës së teknologjisë dhe si e kalove atë ndjenjë? Po shumë herë, sidomos në fillim kur më është dashur me dëshmu dy fesh që e meritoj me qenë aty, po me kohë kom pa që ajo ndjesi nuk zhduket nëse veç tërheqja, po nëse filloj me punu çdo ditë. Kom fillu me punu, me u përmirësu, edhe me lënë rezultatin me fol vetë. Por mendoj që ajo tani pastaj ndryshon perceptimin individual dhe general të njerëzve që kanë pasigurinë ndaj grave ose femrave liderën në fushën e teknologjisë. Cila ka qenë pjesa më e vështirë të qenit grua në një fushë ku dominojnë burrat? Më e vështira ka qenë me marrë seriozisht në fillim, sepse jemi me një rreth, me një shoqëni në të cilën paragjykimet gjinore janë të dukshme dhe shpesh njerëzit mendojnë që femrat janë për dizajn dhe jo për kodim, po kur rezultatet flasin, kur sheh fëmijë që janë duke punuar në projekte reale, janë shumë afër tregut të punës, atëherë kupton që ky rreth skeptik që mundohet me ta frustru idenë tënde, mendoj që s'ka vlerë. Sot unë e operoj një shkollë franchise të programimit, Code School Kosova, dhe mendoj që kjo është gjëja më e mirë që ka mujtë me e bo për vetën dhe me një komunitet në të cilin nuk vlerësohen femrat e kësaj fushë. Kur e kuptove për herë të parë që programimi mund ta ndryshojë jetën? Kur e kuptova që me programim mundesh me kriju diçka që funksionon. Çka do të qoftë? Një faqe, një projekt, një ide që ka me marrë jetë, diçka që ka me janis me ndihmu edhe në pjesën financiare. Ka qenë momenti kur unë e kom pa që nuk ka kufi, mundem me ndërtu çdo gjë që unë mendoj që mundem me ndërtu, edhe me pa që çdo hap i vogël ka me më çu më afër qëllimit. Mendoj kjo kanë momentet që unë e kom kuptu që mundet me ndryshu jetën. Çfarë të motivon në ditët kur gjërat nuk shkojnë sipas planit? Them drejtën, përveç normal mbështetjes së familjes dhe njerëzve që janë prafërsisht në rrugëtim të njëjtën si timi, flas për fushën e teknologjisë dhe fushën e edukimit. Mendoj që ajo që motivon çdo ditë janë studentët dhe prindrit. Kur sheh studentë që janë entuziast për orën tjetër, që krenohen me projektet që janë duke i punu, mendoj që kjo është sakt ajo që ma kujton pse unë e kam nisë këtë rrugë. Cila është një gjë që doje ta dinin të gjitha vajzat e reja për vetbesimin? Që vetbesimi nuk është diçka që e ki gjithmonë, është diçka që ti e ndërton çdo ditë. Edhe në ditë të vështira mendoj që është shumë rëndësishme ja kujtu vetes që është pjesë e procesit. Çdo gjë është pjesë e procesit. Deri në pikën kur fillon me pa që rezultatet janë sipas pritshmërive fillestare ose të paktën të përafërta. Nëse do të mund të ndryshojë një gjë për mënyrën se si shoqëria i sheh gratë në teknologji, cila do të ishte ajo? Kisha dashur që mos më pa si përjashtim, po si pjesë natyrshme të fushës. Jo si wow, një vajzë në tek, po si okay, super, një vajzë në tek, suksese. Mendoj që teknologjia nuk ka gjini. Cili është një vendim që të ka ndryshuar plotësisht drejtimin e karrierës? Realisht unë kam qenë pjesë e fushës së teknologjisë një kohë gjatë gjatë, po vendimi më i madh ka qenë hapja e Code School. Vendim i cili ka qenë shumë i frikshëm në fillim, po që unë kam mësuar shumë për përgjithësitë, për njerëzit dhe për vetveten. Çfarë këshilli u jep gjithmonë nxënësve të tu për të ndjekur ëndrat e tyre? Mos me prit rezultate të menjëhershme ose mos me prit një moment të duhur për me nis diçka, sepse mendoj që çdo ëndër ose ide që i jep për kushtim mundet me kalu në diçka reale dhe në një qëllim të kompletuar. Nëse një vajzë e re që po të shikon tani, do donte të ndjek rrugën tënde, nga çfarë duhet të filloj? Pikë pari mos më u friksu prej idesë që është e vështirë. Normal është e vështirë, po suksesi don rrugë të përditshme, don përkushtim dhe konsistencë në veprime të përsëritura pozitive. Mendoj që kjo është këshilla ime.